Lindur në përplasjen publike ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe miliarderit Elon Musk pas një telefonate të ndërmjetësuar mes përfaqësuesve të dyve. Politico raporton se ky zhvillim shënon një pauzë të përkohshme në një përballje gjithnjë më të ashpër, që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe ka rritur tensionet në çarqet politike dhe të biznesit. Edhe pse vetë presidenti Trump ka bezulluar përkohësisht publikimet në platformën e tij Truth Social, burimet e afërta me shtëpinë e bardhë thonë se ai vazhdon të jetë thellësisht i zemëruar me veprimet dhe deklaratat publike të Elon Musk. Në veçanti irrituese për Trumpin kanë qenë aludimet e përsëritura që e lidhin emrin e tij me figurën e errët të pedofilit të ndjer Jeffrey Epstein, si dhe pretendimet e Musk se mbështetja e tij personale dhe infrastruktura digjitale që ai zotron ishin vendimtar në fitoren e Trumpit në zgjedhjet presidenciale. Përplasja ndërmjet dy figurave më të fuqishme të Amerikës moderne mori hovë të ri kur Trump paraqiti një paketë rëndësishme ligjore me ndikim në zhvillimet ekonomike vendore dhe Musk e kritikoi publikisht nismën duke cilësuar si një grumbull të shpenzimeve të neveritshme që çojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt falimentimit.